kur që vjen hesapi cicëmis për interesat veta, këta ungjën bëjnë kompromise, 5 pare nuk t'i dhojnë. Në thonë, qarta zi opozita, u dasht me qartësu, ato që e ka thonë në fushatës zgjedhore. Albin Kurti është të keq e venit, unë menaj dhe besaj, si kur në fushat, edhe mas fushatës, edhe sa ka ymer Albin Kurti, dhe më thonë, unë menaj që është të keq e venit. Nuk ma ndryshon mu percepcionin për të, një veprim ose tash mu mështia, ose me dash ma shumë, ose mos me pëlqy ma shumë politike në tina. Dhe më thonë, kjo është një kas politike shqetësuese për venin. Po kryetema nuk o kjo. Kryetema është që ne sot, që po diskutojmë, për 3 muaj ditë Kosova i ka blerë rrymë 250 milion euro me pare tona. Më thonë pare tona. 250 milion për 3 muaj. Më thonë edhe sa muaj i ka viti për me përfundu në fund të këti viti, më thonë që i bjen 30% e bugjetit total të Kosovës kanë me ble rrymë. Kanë me ble rrymë Martinat edhe shefi i këti Albin Kurtit Martini me Nagipin e me këta, për mu pasunu këta se s'dijet që shi vjen e mrama. Në më thonë, këta kanë pas qëllim mjetët financiare, se jënë konë fukare, e ju kanë lakmu këtyne që jënë konë për para, ta shte kanë gjetë një kanal të mirë rrymen, pa ngarkes, pa procedurat të nderimit, edhe jënë ka vjedhin në rrymë. 260% dhe 1000% këmë ju shku bizneset, krejtë bizneset mas situatës të kryume jënë në tension se si kanë me bo halin. Po, që ndryshohet kjo gjendje? Që ndryshohet? Kjo ndryshohet nuk ka solucion. Na edhe opozitën përshohëm, edhe opozitën e paranon shkurtit. Kjo ndryshohet veç popullin i qofë se dënë me dalë në rrugë. Dhe më thonë, ky populli që ka besu në pjesën e ish opozitës, që jenë shumis të ashtë vend. Me dalë edhe për një me tash, për një me bo veprime, jo me vandalizu me thyje me sene. Po këta persona mi majtë përgjegjës për ato që ka i kanë thonë në fushat. Kjo është e patolerushme. Në më thonë, gjdo ditë shpopullohet kjo vend, gjdo ditë shtrejtohet kjo vend, gjdo ditë shtrejtohet shporta konsumatorit. Kam ri 1 litër të qëmsh me kanë, ma shtrajtë se në Francë. Rogat si në Kore, shmimet si në Gjermani. Ku këni po, amëre? E tani për... Po të, në Kore, është në nënkuptushme. Dhe më thonë, na këna më ri sot me bo kryelajmë ditës, apo hinë dudja në punë, as po hinë. Po në hivët mirë, po që s'hen apet mirë. Duda në punë, është ashtë rështu. Jo mëre, nuk e kam halën e dudës, për vlerësej veprimin edhe ndro faqen. Problemi është që këto ka degradu gjithë shka, kjo halli. Nuk është halli apo hinë duda në punë dhe ape vëtën duda më Albulenin. Albulena është në ekstaz, sepse kryetema e Kosovës është Albulena. A kuptan kejtë studiu televizive? Po, jetani se... A ke po që dulë se në përshesh pak me kalëzu që këne jëm? Aja është ka jetën... është lajmë njëra që kanë tentu me marë një vot në këmbëm që këto proceset të zhblokone që nuk e kanë menjen. Jo që është vota e dytë është në orë. është e vlefshme pa diskutim me u diskutu edhe nga paneli, edhe nga ne, edhe nga shoqëria civile mu diskutu mënyra korruptive. Po korrupcionin nuk e ka zbulu Albin Kurti. Dhe më thonë, ka vazhdu që ajo që provova me të regu që në këtë shoqëni se ka kërkush për një me. Dhe më thonë, këtë shtetë të shohin me korrespondencë, cili të ofrohet i thua, në i vizë mësë jenë të rezun dhe lësht kam këshërë bënja të qysh besejeca. Dhe më thonë, ideja është që këtë se ka kërkush për kur gjë për një me. Asë opozita se ka për një me, edhe këta, e këni pa be më falni se be bëjnë një digresjen, hajrulla qeke, a këni pa një shpi që ka qitë në Facebook, be i lusë regjin me gjithë, dhe më thonë, me kushërit me kësha maru një shpi për 4 vjetë. Për 4 vjetë e ka restauru një shpi. Zdin ashta e gjonë regjia edhe najqet. Edhe me që ato u krekos këtë qërë që ka kemi bon një shpi e hull në 2 katë me siguri nuk i ka ma shumë se 40 metrë katror. E dia jo shpi. Po jo, është mirë mjavë kujtu.
Po, më pajtona me këto që po thot jetoni. E me qka s'pajtohesh që po të më që po të më ta vazhdu, ato që po thu ti. Por, këta janë arë në pushtet të thonë hajnat në burg. Këta e kanë marrë vota të kriju standardit që na jena matë mirë se këta. Dhe më thonë, na jena matë mirë se ish opozita. Sepse këta menojnë veç mirë për këtë vend, ta nuk rinjojnë korupcionin, nga posa janë të korruptumta. Kjo qeveria ma korruptume, që këta vazhdojmë në thonë për parti tjera, por për parti tjera s'ka vendime që janë akuzu dikush për korrupcion. Këta janë qeveria ma korruptume. Problemi është që këta, na duhet me polë studio, me kalëzu si këta i kanë shkel standardet për të cilat i kanë proklamu sa kanë mujtë. Do më thonë, e shkelen edhe standardin e votës. Para disa jave, ke qëtu, nga një djetë si të kalzoj ty, që qësh i kanë lutë me ja morë votën e qikës, apo? I kanë thonë falë, që apo danë, me që ana votën e qikës. Ta shpo delje dhe duta dhe po kalzojnë që ana votën, apo do marë profesoresh atje. Dhe me thonë, ja kanë gjetë mënyrën duta para 5-6 vjetë, pas ka pas apliku për atje, për me konë profesoresh, e kanë gjetë mënyrën ku su pranu edhe hajtë në ashta që kjo ndikon të dudave marruzën. Apo kuptan, ta që unë mënova me shpjegu që kjo kast politike nuk dalën kur gjë prej atyne, përveç që këta e kanë sofistiku hajnin. Për shemëll, ta janë të vjedhë në rrymë, sepse e kanë gjithë matë letë edhe është ma problematike me pas qasje. Para se dalte që kjo kasta politike në falë që të pëndër prej atër venit, me sa po kuptoj unë, i duhet një kast komplet e re politike. Qysh me izbullu në qëta njerës tri politikë, se në anën tjetër, na dojmë që më na udhejsh dikush që ka përvoj në këtë aspekt. Në anën tjetër, nëse na vjen dikush i ri, na e konsiderojmë që nuk ka kur farë përvoj dhe nuk din qysh me drejtu shtetin. Tash, qysh me abo se na problemet jena të i ditë, po qysh me izgjith problemet nuk jena të ditë asnjo. Po, une nuk është që jemi gjithë dishëm edhe dhimi zhjellë këtë problemet. Po ju referuam nga konvertrimi jem që në përgjithsi po referuam qysh me gjithë një zgjidhje sa për këtë kësaj. Se nuk pëtëm që të detyruash me na gjithë një zgjidhje. Po, ish opozita për shembull ka ra prej e lëvizjes dhe vendosjes, sepse këta kanë trompetu për një periudhë gjatë kohore që duhet me ardhë një gjenerat e re. Edhe opozita se ka kuptu drejt, që ka kërku sepse ajo është hileqar, kjo Albin Ditziu. Dhe me thonë, ajo bën hile mrena një fjalije. Edhe këta kanë ra prej e kësaj. Zotësi është kjo? Jo, ma u mashtruus. Zotësi politikë është kjo nëse... Po zotësi, a kënena... Zotësi politikë është? Jo, ma mashtruus, bre. Mashtruus është kjo Albin Ditziu, ngëm ti mu, ngëm. Po ju shdo mashtruus fiton shumë vota jetën. Po krejt bre pushtu... Po përshna termave Ditziu, Po edhe po Ditziu që 109 ditë në amanë, po ditë zi, se s'ki që ka i bëndit e zengri.